I dënuar në Itali me 12 vite burg për trafik droge, arrestohet 43 vjeçari në Durrës, pritet ekstradimi i tij. Një 43 vjeçar zhvën në pranga nga policia e Durrësit. Arrestimi i tij ka ardhur pasi 43 vjeçari rezulton i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Italia. I arrestuari është identifikuar si Recep Muka, Elias Kreshnik Muka. Sipas njoftimit policisë, Muka i dënuar nga gjykata e apelit Cagliari me 12 vite burg për veprën penale, trafikimi lëndë narkotike. Nga ky dënim i ka mbetur edhe për të vuajtur 9 vite 6 muaj burg. Policia e shtetit kontrolle dhe operacione të njëpasnjëshme nga Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale për kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Finalizohet operacioni policor i koduar Operacionalia 82. Lokalizohet, kapet dhe vihet në prang nga një kërkuar i dënuar në Itali për trafikim narkotikësh. Shërbimet e Drejtorisë së Forcës së Posaçme Operacionale në Departamentin e Policisë Kriminale në vim të punës gjurmuese për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar. Bazuar në informacionet e siguruara, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Operacionalia 82. Në kuadër të operacionit në qytetin e Durrësit nga forcat operacionale në bashkëpunim me DVP Durrës, u bëi mundur lokalizimi, identifikimi dhe ndalimi i personit në kërkim ndërkombëtar shtetasit Recep Muka Elias Kreshnik Muka, 43 vjeç, banues në Shënavlash, Durrës. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma Itali, pasi gjykata e apelit Cagliari Itali në vitin 2021 ka dënuar me 12 vite burg, mbetur për të vuajtur 9 vite 6 muaj burg për veprën penale, trafikimi lëndëve narkotike. Interpol Tirana në bashkëpunim me Interpol Romën po vijnë procedurat për realizimin e ekstradimit të këtij shtetasi drejt Italisë, njoftoi policia.